Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Pastaj ti kthehesh te kumë dhe thuj, badi sot në fakt, unë ky jam. Tha u biri Ademit, kur mblutesh dhe shpreson te kumë, çfarë gjinafe shket ti fal, për mua kjo s'ka problem. Se i madhi sot ka përgatit me mëshirën e vet hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësi të pafundme. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë pa fund të madhin Zoti qofshim fal, lavdrime, madhërimet pa fund me i bëjmë atij i cili na krijoi. Na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtareve. Dëshmojmë në xhuma me një kënaqësi të madhe dhe me një qartësim të madh që sunduesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm, dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte vëllezër modra të nderuara njeri si ne, i veçuar me Islam, i veçuar me Kur'an, i veçuar me shpalljen hyjnore. Vëllezër modra të nderuara, ajo që na mëson Islami është përgatitja me mençuri dhe devotshmëri sa ti kemi ditën në këtë botë, dhe përgatitja për të shkuar i madhi Zot me besim të pastër dhe me devotshmëri. Mos na mashtroj kjo botë, sikur ç'po bëjmë dhe në fund do udhtojmë dhe ne siç ka udhtuar mbar njerëzimin në të kaluarën, do të udhtojnë ato që janë sot derisa përfundimi i gjithëve shkon nga i madhi Zot i qofshim fal. Sot do flasim ose do nxjerrim i konkluzion që nuk ka nevojë që ti jesh patjetër dietar, që ti jesh në rregull me të madhin Zot. Por ajo që kërkohet nga të gjithë ne është ajo që dim të kemi qëllimin e sinqert për ta zbatuar jetat. Dhe mbi të gjitha atë që ka kuptuar Islamin dhe Kur'anin famlart, është që sa ti kemi ditët në këtë botë, i madhi Zot fuqiplot shikojnë zemrën e gjithë secilit prej nesh që don, ka dëshirë të jetë njeriu mirë. Kjo botë ka pa njerëz dishëm shumë që si ka vlejt. Ka pa njerëz modest që kanë ditë pak, i kanë zbatu, i ka begatu i madhi Zot. Watlu alejhim nebe alladhi atejnahu ayatina, ka thonë Kur'ani. Muhammed, shpjegoj dhe ajumetit, shpjegon këtë Kur'an, atë i cili e mbulum me argumentet tona e u shvesh prej tyre. Fa edbahu shejtanu ve kane min el gawin. E mbërtheu shejtani, i shkoj mbrapa derisa e bëri nga të humburit. Belame ka pas emrin. Nxënësi i kujt ka qenë? I Musas a.s. Ne ju begatofti madhi Zot na kishte pas mundësit, kishte qenë gjallë Musaj a.s.
e të na kishte përgëzuar dikush që po vjen në xhami, ç'mund të kishim bërë ne. Jo të ishim nxënësit e atij, por vetëm të kishim pas shansin me taku i profet madhit Zot. Ky ishte nxënësit dhe nga nxënësit më të dallum. Derisa thonë mësoi shumë ke Musai alayhis salam si shumë tjerë. Edhe kishte nxënës shumë kur ai filloi të japi mësim. Në një kohë lufte, Musai alayhis salam e dërgon Belamin ke i popull tjetër për t'i thirrë ato në fe. Për t'i shpjeguar atyre Islamin. Për t'i shpjeguar atyre mëshirën e të madhit Zot. Dhe t'i shpjegoj atij populli ku po shkonte që ky krijim madhështor universal nuk është i rastësishëm. Ky është i krijim me i plan të madh. Ky është i krijim i cili ndan këtë botë edhe pason me botën tjetër. Shkoi Belami nga i popull. E do qëndronte sa kohë me ja shpjegua atyre Islamin. Pa i nuk ishte popull musliman. Edhe femrat ishin zhveshura. Dhe leku e joshën paria ati populli. Dhe Belami nxënësi si i dallumi Musait alayhis salam filloi duke u fut në dynjah. Filloi duke i pëlqyer leku, i pëlqenin femrat, dhe u afru dhe filloi të joshej nga ato derisa shkoi dhe ran mëkate të mëdha. A ndodh po ndodh. Qofse shejtanin e mallkum i lën rrugë, mbasi të ka begatu i madhi Zot dhe të ka fut në Islam, ai dëgjmon akoma me të nxjerr nga besimi dhe nga Islami. Lufta më e madhe atij dikush është mos me i lon njerëzit me u bë musliman. Shejtani mallkum. Me ja bë fen jo të bukur. Ka thonë në Kur'an, ka thonë do t'ja zbukuroj atyre mashtrimet e kësaj bote, jo Islamin. Islamin e deformon sipas mundësive që ai ka, me mjetet që ai i përdor. Pastaj ti të begaton i madhi Zot, dhe mendja të punon, dhe shpirti të punon, dhe zemra të punon, dhe ti thu ka Zot unë bëhem musliman. S'ka gjë që të ndalon ty siç jemi ne. Ai nuk e humb shpresën, thotë dhe në Islam do mundohem ta humb. Në forma ndryshme brenda në Islam. Prandaj shpëtimi inne ibadi, i ka thonë i madhi Zot, e përmendëm xhuman që kaloi. Inne ibadi leysa leka alehim sultan. Tha, ke njerëzit e mi, s'ke forcë ti shejtani mallkumi. Tha i madhi Zot, pra ka ai që don të eci rrugën e të madhit Zot, shejtani s'ka forcë. Ky shkoi me i ftu në fe, filloi duke ndjek epshet dhe pasionet e këqija që i kishte ai popull. Derisa hyri në moralitet. Derisa ato ishin ustallar të keqes, filluan e joshën dhe i dhan lek, i dhan post. Ndërkohë që Musa i priste lajme prej atij. Ai u bë me të tjerët. Shkoi me armikun. Se i pëlqyn gjërat e asaj që gjeti atje. Dhe i ra besimi, imagjinojeni nga nxënësi Musait alayhis salam që jepte mësim ke njerëzit. Mendohet që kur jepte mësim ai dhe mira vet kanë ndodhur që kanë qenë duke dëgju, lajmërshin njëri tjetrin atëherë. Pra e folte ky ja lajmëroshi ja çojë fjalën, aq e vyer ishte në atë kohë. Por shejtani mallkum thot Zoti në Kur'an nuk i u nda atij asnjëherë. Derisa kohën që ja gjeti aty filloi ta josh, e derisa ran mëkate të mëdha. Musa e kishte çuma amanet hyjnor, ai u bë me kundërshtarët e Musas alayhis salam. Edhe i than ato tani, mbasi e joshën, e rëndun, e kapën mat, s'kishte ku të shkojë më. Ja dishin gjitha që kishte bërë, i kishte ecë mashtrimi shejtanit dhe atyre që ishin në atë kohë, paria atij populli, dhe tani than, do ta përdorim ne Belamin kundra Musait dhe fesë islame. Kështu kanë thonë. Dhe i than, shko, tani shko, dhe thuj që neve na ke fol për fen, dhe po mendojmë që të bëhemi musliman, por qëllimi shko dhe shif si është ushtria, si është Musai dhe na bjerë neve informacion. Erdhi për të shpënda fen dhe shkoi dhe spionoi Musa alayhis salam. Kështu po shtru. Erdhi për të shpërnda dritën hyjnore, u kthy si spion popullin e vet. Dhe i thoshte ai popull atje, avash avash do bëhet musliman dhe shikonte tani gjitha pozicionet, gjitha gjërat çfarë po ndodh. Dhe u kthehete dhe i dha informacion. Dhe tha po shkoj t'ja shpjegoj pak më gjërë, unë tani fen, atë që më ke mësuar ti o Musa. Dhe u kthy.
Kur u kthye atje i shpjegonte atyre gjitha gjërat që kishin ndodhur ato që i kishte parë. Imagjino deri ku shkoi, immoraliteti po, mashtrimi po, u fut në atë botë të dynjas, harroi gjitha mësimet hyjnore. Lindi pyetje vlla dhe motër të begatofti i madhi Zot, kujt i bëri dëm? Vetes vet. Pse mendove ti se i bëri dëm Zoti i gjithësisë? Njeriu shkatron veten ose nderon veten me ndihmën e fuqiplotit. Neve sot që jemi musliman dhe muslimane, duhet kemi kujdes pra. Në Islam ka i rrugë të drejtë, në atë duhet me hec. Ajo është e bukur, është e shtruar, i ka tabelat e qarta, ka ndriçimin preciz, në të çdo gjë është e këndshme, në të çdo gjë është e bukur. Ka nga i rast që njeriu gabon, kërkon falje dhe kthehet ke i madhi Zot, po nuk e hap derën e pasionit që të shkatrohet me vese të mëdha, derisa vjen i ditë dhe thua ka Zot më apo s'ka. Zoti na fal, apo hyn dyshim me botën tjetër. Thu, se kam pa botën tjetër. Shkova për të qeth. Edhe ra muhabeti botës tjetër. Ti tani mos shko ke berberi, edhe filloi jetët nga sure Bekare deri ke sure dhe Fuse. Nuk të kupton. Ajo është profesionist për qethme. Ra muhabeti botës tjetër nuk e perceptohet dot. I thash, a di si o bota tjetër? Vi unë thash dhe më qethni mu. Tha po, mo me merak të kam. Edhe iki, kohën që iki them ke qellë bukur dhe vazhdoj. Vi herës tjetër në dyqan, si e mirë jam. Edhe them, s'ka burr që më qeth në këtë botë. Qa do thush dhe i thash unë? Unë thash qa do theme. E s'mër ullu më sutalë se u bëre qesharak, se unë kam qeth herë, se kam problem me të qeth herë në dytë. Thash, këte ka thonë, thjesht i madhi Zot në Kur'an. E u alem jeral insanu enna khalaqnahu min nutfe fe idha huwa khasimun mubin. A nuk mendon njeriu se e krijova nga i pikuj, don të më bëhet mu armik i hapur dhe thot, kush do më ngjalli mu? Thuaj ai që të krijoi herën e parë. A të ka qeth dhe shkoni thuti s'm qeth kush më. Ama ulu thot se u bën qesharak. Dhe i njeri që thot, kush do më bëj mu prap? Ai pra që të bëri herën e parë. Po ti po hyn në botën e pasionit, në botën e vesit, në botën e të keqes, nuk e kupton më këtë gjë. Dhe fillo hutohesh dhe në vend të kesh epiqendër çfarë? Të madhin Zot i qofshin fal. Të kesh epiqendër dytën të mirat e kësaj bote që i ke halal. Të kesh epiqendërën e tretë fitimin e xhenetit në botën tjetër. Të kesh epiqendër kësaj bote për sosmërinë e vetes tënde. Të kesh në epiqendër e kësaj bote në ndërtimin e një familje të shëndosh. Shtimin e arsimit, shtimin e diturisë, këndshmërinë që t'japësh ke njerëzit, ti jesh i sjellshëm me njerëzit, ti jesh i mirë, ti çfarë bën gjithë ditën ke femrat. Gjithë ditën ke bixhozi, gjithë kohës ke alkooli, gjithë ditën ke thashë themi, çu parë tim këtë botë, përveç se bëre hije kur var do bie spati. Malik ibn Dinar. Atëherë këto femrat e bukrat që ishin të princave të qytetit, i majshin një mori burrash, ato ishin me perë të brenda dhe ishin femrat më të bukura dhe nuk dilnin shëtitje si këto sot. Ke bloku, po dilqin me këto, i mbajshin kështu, sa ato kanë qenë kushtet atëherë. Dhe Malik ibn Dinar po kalonte, tha kush o kjo? Tha kjo është femra më e bukur e qytetit. Tha 2 lek se blej unë këtë. 2 lek nuk më duhet kjo mu. Ajo e dëgjoj. Shikoje tani pozicionimet e konvertrimeve. Ç'bëjnë sot rinia për femrat më të bukura, Malik ibn Dinar, njeriu i mendshëm i madh i umetit islam. Tha 2 lek s'bën kjo. Ajo u prek shumë. Se sa grim kishte bërë ajo, e sa rroba kishte vesh ajo, e sa para kishte harxhu ajo, e sa dordorante kishte vendos ajo. Kur tha 2 lek s'bën kjo, u tmerru dhe i shkoi atij princit i tha, jam ofendu pafund sot. Tha pse? Tha doli njeri, tha 2 lek s'bën kjo. Tha ma thirrni këtu atë. Ç'është ai që ka folë kështu tha për këtë? Ai e mate si xhevair të madh. Edhe Malik ibn Dinarin e thrasin. Tha për çfarë më ke thirr? Tha ke thon kjo s'bën 2 lek. Tha edhe 2 lek i ka shumë kjo. Allah, Allah. Mësy tani drejt. I tha, me çfarë më argumenton? Tha, para 100 vjetësh të kujtohet, ishte i femër që ishte majtë e bukur. Tha, të kujtohet para 100 vjetësh filania? Tha, po, sa lek e blen sot? As i lek. E njëjta gjë është, tha, mas sa kohë është, as kjo s'do jetë, as unë s'do jem, as ti s'do jesh, kjo është qesharake, tha, i vetmi që mbet është i madhi Zot, kjo botë është mashtruese. E pastaj i tregoj disa të meta që ka femra dhe mashkull. Ne jemi njerëz dobët. I tregoj disa gjëra të meta që i ka gjithë secili, po unë s'po i përmend. Ai ngeli. Po më duket tha me mene vet, zboka 2 lek me gjithmen, ke po se kisha kuptu. Edhe i tha asaj, ta çfarë po mendon ti për këtë që thot? Tha ajo,
fjalë më vet ajo, alhamdulillah. Tha, fjalë më të vërtet, se robi e njeh veten e vet. Kur adhurojnë tjerët, thotë që kam dikush kot. Nëse do vdesësh, ç'a dikush jeti. Pak vrapon njeriu, mbushet me djers. Po sula, po si për zbriti i madh i Zot ujin, nuk i afrohet as i njeri. Jet sa kohë do ikesh do vdesësh, po kur ne mashtrojmë njëri tjetrin, kur fillojmë ne tu, filani, ai thotë që e kam dikush. Kur i thotë dikush që si as kush, i thotë po më kështu është. Dhe i tha, çfarë mendon ti për fjalët e këtij? Tha, s'kam dëgjuar fjalë më të vërtet. E desh i madh i Zot i udhëzoi. Kjo është këndvështrimi, kjo është bukuria, kjo është perceptimi islam, jo me mashtru njëri tjetrin, me i tregu të vërtetën. Kush është e vërteta? Që duhet me u lidh me të përjetshmin, mos me e humb të përjetshmin për të përkohshmën, mos me e humb krijuesin për krijesën, mos me e humb të përjetësinë për gjërat të kota të kësaj bote, me marr të mirat e kësaj bote, me u begatu me përjetësinë atje ku do shkojmë. Ky e filloi me imoralitet. Belami vazhdoi me dëshirën e etur për pasuri që ta merr fytyrën, pastaj vazhdoi me spionllokun, ku erdhi koha e betejës, boni dhe i hile tjetër. I than, tani u bëre me ne po, mashtrus u bëre po, intrigant u bëre po, maniak mastekut po, gjithë ditën je smur për femra po, tani duhet me na shërbyti neve. Nga shërbimi të madhit Zot po shtron dhe shko me shejtani i shërben njerëzve. Sa çfarë të bëj, se ishte bosi shërbetor. Tha na tregoi hile që t'i bëjmë Musait dhe beni Israilve. Tha ja u them unë, do t'i dërgoni, do t'i zbukuroni femrat e juaja dhe do i them unë, do t'ju bin. Ky popull dhurata, do t'i them Musait dhe do t'i them beni Israilve, ju zbukurojni femrat, bojni të bukura shumë me grimin me të gjitha, dhe kur dërgojnë dhuratat t'i bëjnë fitne dhe t'i humbin beni Israilet. U bën dhe intrigant dhe mashtrus kundra profetit Zotit, dhe ashtu e bën ato. Dhe thot profeti alayhis salam, dëgjoje këtë, fattaqu dunya wattaqu nisa. Tha, ruani nga kjo botë, mos ju mashtroj, ruani nga gratë. Beni Israilet sprovën e parë kanë pas ke femrat. Tani ti zgjedh vetë, a do lesh të madhin Zot, apo do shkojmë me pasionet. Belami ishte alim i madh, dietar i madh, nuk i vleti. Ky që do themi tani dhe me këtë e mbyll ishte i thjesht. Jetoi si besimtar i sinqert. Musa alayhis salam se njifte fare. Erdhi koha, dha shpirt, e pranoi madhi Zot, si ishte dietar. Ishte njëri i thjesht. Musa alayhis salam takohet me Hidrin. Vazhdoi historia dhe shkojnë ke i fshat. I thojnë atyre, jemi në udhtim, kemi nevojë për ushqim. Larg i thajnë ato. S'ka ushqim për ju. S'ju njohim, largohuni. Diku që të flem, që të afrohemi, qoftë dhe e blem, jo më jashtë se jeni të pajor, dhe u sollën shumë keq. Kur shkoi Musai edhe Hidri jashtë për dal nga fshati, po këto që ishin sjell keq, afru tek një mur për ta ndërtuar atë dhe si ishin Zot për ta bërë. Hidri ato ishin sjell keq shumë, i kishin ofinduar, i kishin larguar dhe ushqime dhe ujë i kishin dhënë. E la Musa tha prit pak, shkoi dhe ishte profesionist dhe ndërtoi atë murin bukur dhe drejt. Sa erdhi ke Musa, i zduroi Musa alayhis salam, tha o Hidr, andaj këtyre zullumqarëve, paktën ti thoj se do t'ja ndërtojmë murin, se ju s'po e boni dot, na jepni na ish përblim, na ushqim, na i diçka. Tha Musa, tregoj si o puna. Tha, këto që e kanë këtë shtëpi dhe këtë mur janë jetim. Po është i muri, as një s'din gjë dhe as fëmijët vet. Baba i tha kishte vendos një thesar dhe kishte thonë që kur të rriten fëmijët do t'ja ja fëmijëve. Shikoje, meraku, amaneti fëmijëve. Kishte nda një pasuri thesar të mirë, e kishte vendos poshtë këtij muri dhe kishte thonë, kur unë të shkojmë pleqëri dhe fëmijët rriten, t'ja lej fëmijëve, ta kenë jetën përpara, meraku familjes. Tha, i erdhi vdekja ati. I thanë, mjekët do vdesësh. Thesari ishte poshtë. Kishte qenë njeri i mirë. Kishte qenë besimtar i denjë. Kur kishte ardhur koha me dhon shpirtin, kishte thonë, la ilahe illallah, pa diskutim, dhe kishte thonë, i madhi Zot, amanetin e fëmijëve ta komlon ty. Thesarin, dhe në kohën që ishte duke ra muri i madh i Zotit tha Hidrit, ndërtoja se fëmijët janë të vegjël, kur të rriten ato, murin që do ndërtosh ti, atëherë i ka ardhur koha me ra, ta gjen thesarin, wa kana abuhuma saliha, dhe thot Kurani, babai i këtyre fëmijëve ishte njeri i mirë. Tani të begatofti i madh i Zot që jenë në xhami apo ai që na dëgjon. Fëmia kur lind duhet me ja knuj kametin e para, në veshin e djathtë me i knuj kametin. Ditën e 7 po pa dhe mundësi me i bo akikën kurbanin. E me i vendos një emër të mirë të begatofti i madh i Zot.
e me dhoni sadaka në ato ditë të para, e mu përkushtuti me shpirt edhe me zemër se ke marrë një amanet plus një jetën tënde dhe me i dhonë ati edukat dhe me i dhonë ati arsim. Të janë detyrat pa diskutueshme që i ka një prind ndaj fëmijës, por s'kan vlerë këto. Qofse vetë s'ke qenë ai që duhet jesh. Çfarë vlere ka që i there një kurban, i vendose një emër të mirë, qoftë dhe Muhammed, dhe i sadakat vogël, i qove me i shkollë të mirë, dhe vetë s'ke qenë kur kushi s'ka për ta rujt i madhi Zot ty amanetin që e lën. Said ibn Musayyib ka qenë nxënësi e Ebu Hurejres, thot: o biri im, u falte shumë, adhuron të Zotin shumë, e jipte shumë, se ka qenë tregtar i famshëm. Tha biri im, tha po baba, tha e shikon mirësitë e babait tuaj, po, tha ty do të vi risk për asaj. O baba, o nën, ju begatofti i madhi Zot, me shpirt, me zemër, me mendje të kristalt, me të madhin Zot para, me kuptimet e perlave të Kur'anit, me mjaltin e rrugës profetike, me virtytin që urdhron Islami, me mirësitë dhe zgjuarsinë dhe vizionin dhe kuptimet e mëdha që përfaqëson kjo fe dinjitoze, ti duhet tashmë me vendos që me qenë njëri i mirë, se i madhi Zot do t'i ruaj fëmijët e do t'a ruaj familjen, po kur i tha Hidri ka qenë baba i mirë dhe po i ruan i madhi Zot amanetin fëmijëve dhe thesarin, do t'a gjejnë ato si i ka thënë Zotit kur ishte të vdek amanetin i madhi Zot. Ti çfarë mendon që kur ja rujt amanetin për fëmijët, çfarë shtu boi i madhi Zot me atë vetë që ka vdek si njëri i mirë nga i madhi Zot? Imagjino ç'begati, ç'mirësi, çfarë dhuratar, si e ka prit i madhi Zot kur i ruan amanetin e fëmijës, po atë vetë që ka qenë i mirë, po ty të begatoft i madhi Zot me jetu si i mirë dhe me vdek si i mirë. Çfarë do na bëj neve Zoti? Wa bashiril mu'minina anna lahum min Allahi fadlan kabira. Thot Kurani, përgëzoi Muhammed besimtarët se do të gjenë ke i madhi Zot përgëzime të mëdha. A e kryem ne me hutbe sot? Sot a e di çfarë, se dikush për shembull që më dëgjon, edhe me këtë e mbyllim, është duke u marrë me i femër. Është u marrë me i femër, i shtrëngohet utbja ime, po e di. Dikush është duke hyrë tashmë në qendrat e Bixhozit, e di që ja shtrëngoj. Por unë nuk po du këtë, unë po du që ai të paktën me mendjen e tij, se kush është i humbur fare, ai që hyn në Bixhoz dhe thotë jam të bom më të mirën. Ai që është smur ndaj femrave dhe thotë s'ka alternativë tjetër, kjo që e ka jeta. Ne gjëja parë që duam ndriçojmë zemrat dhe shpirtrat dhe mendjet e njerëzve është që të kuptojë që është ngabim dhe të vej një. Çfarë të vej? Por të vej program 1 dekadë, 2 dekada, pse si mendove ti se femra është vetëm i hutbe dhe mbaroi? Jo. Mbas 5 vjetësh ndoshta largohesh, mbas 10 vjetësh ndoshta largohesh, mbas 15 vjetësh ka vese që largohen, mbas 30 vitesh mund të largosh i ves, ka vese që do vdesim me to, por mbi gjithat mbi zotroj që shumicën e veprave i kemi të mira dhe pak i kemi të këqija, dhe i madhi Zot ditë gjykimit kur shohi njëri që ka shumë mira dhe pak të këqija e çon në xhenet, hasha lillah me i pa shumë të këqija pak të mira, hasha lillah shkohet në zjarr xhenemit. Zoti na ruaj nga zjarri i xhenemit, na çoft në xhenetet e firdausit. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. العين أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. Lezër motra nderuara, lavdet mëdha i bëjmë sundusit madh gjithësisë. Mos kishim qenë rrugën e fuqiplotit, do kishim qenë të humbur në skutat e pasioneve dhe tepsheve të këqija. I madhi Zot, asnjë nga ne mos dali sot nga xhamia, na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë. I madhi Zot na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Zot në veçanti na i begato dhe mbulo me të mirat e tua baballarët dhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë, fali dhe mëshiroj, ato që kanë ardhur dhe këtij ndriçoja shpirtin. I madhi Zot na i arsimon, na i bot moralshëm, na i fal dhe mëshiro të rinjtë dhe të reja tona. I madhi Zot fëmijët tanë bëj hafiz Kuranit, famlar dhe dietar të mëdhtë të umetit islam. Ruaj ato i madhi Zot nga çdo e keqe. Zoti i gjithësisë, të qofshim fal. Na bë të jetojmë si të devotshëm, të vdesim si të devotshëm, themi shahadetin kur t'japim shpirt dhe në ato çaste ti i madhi Zot të jesh i kënaqur me ne. Na jep xhennetet e firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse jemi në xhennetet e përjetshme, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, ti je më i larti, ti je më i miri, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.
Elajna ahsen el kelami o vlëgën nidham, kelamullahi el melikil azizil allam. Lavdët mdhaja i bëjmë sundusit tonë dashur, e lavdrojmë e madhërim pa fundet e i cili në kryoj. I madhi Zot asnjë mos dali sot nga xhamia na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë. I madhi Zot na fal ne, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot na i fal dhe begato baballarët dhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë begatoj, i madhi Zot ato që kanë ndrujet ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot arsimoj, bëjt moralshëm, të ndershëm, fali dhe mëshiroj trindjet dhe treja tona. I madhi Zot bëj fëmijët tanë se jemi në Ramazan dhe ti përgjigjesh dietarët dhe hafiz Kuranit famlart. Ruaj fëmijët tanë nga çdo e keqe, i madhi Zot. Na bëj të jetojmë devotshëm, të vdesim devotshëm dhe kur të vi çasti me dhën shpirti, i kënaqshëm ne i madhi Zot. Na mëshiron, na fal, na bekon ditë gjykimit. Na bën nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Nëse jemi në xhenet i madhi Zot, na mundëso ta shikojmë lartësinë, madhështinë dhe bukurinë tënde. Ti je më i lartë, më i madh, më i bukur, të qofshim fal ya rabbel alamin. Ibadallah, inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.